Ka ndodhur me atë që është zbuluar sot në Peqin. Po se te kjo dua dal. Është faktuar që jo vetëm zyra ke Marko Boçari, jo vetëm ajo që kapi Klevisi në Astir. Po. Apo fenomeni që na ndodhi në Kashar, po kudo në Tiranë, kudo në Shqipëri, fenomeni i trenit bullgar, fenomeni i fletëve të votimit me ngjyrë tjetër, ka qenë një fenomen masiv, i shpërndar kudo, dhe sot mishërimi është pikërisht ajo që ndodhi në Elbasan, ku 11 ditë pasi kanë mbaruar zgjedhjet, shkon deputeti tashmë i zgjedhur Blendi Himçi në një lokal që i vjen një denoncim dhe gjen në lokal pa pik problemi flet votimi, gjen lista të zgjedhësve me vulë të institucioneve, me vulë të Bashkisë së Peqinit, gjenden karta identiteti, gjenden para në mes të ditës 11 ditë pas zgjedhjeve. Po ditën e zgjedhjeve çka ka ndodhur? Më lejo tani që të ngre dhe unë pyetje në këtë kuadër, Belind. Jemi në këtë pikë. Është kjo ngjarje e sotme që nuk është e fundit, nuk është, besoj që nuk do jetë e fundit, doja thoja, por nuk është e para, që kemi parë që nga 11 maj dhe deri më tani. Task Forca e SPAK e pam se deri ku mund të shkonte. Nuk përgjigjej. Tani, ju keni, po pasuroni vazhdimisht dosjen, mbi 100 faqe, tha zoti Berisha, janë provat. Në kushtet kur SPAK është ai që është dhe dakor, do lini gjurmë, po nuk do të reagoj. Duhet kishte reaguar dhe për rastin e Elbasanit sot. Nuk do të ishte vetëm PQZ-ja. Është ngjarje në flagrancë ajo. Që t'ja kujtojmë shikuesit, ka patur edhe për çdo qark ka patur një prokuror të posaçëm, të deleguar nga Task Forca nga SPAK-u, sepse janë disa që minimumi duhet kishin marrë informacion, më minimumi atë Blendi Himçin ta kishin marrë sot në telefon, i thonë, "Ore, hajde pak paraqitu na sill provat." Na sill ato pamje filmike, na jep një ndihmë. Nga çfarë kuptojmë? Cili është fati i dosjes me të gjitha provat? Çfarë bën ajo për këtë proces? Kam parasysh zotin Berisha që sot ka artikuluar edhe diçka tjetër, ka folur për qeveri teknike dhe për sëritë e zgjedhjeve. Patjetër, për të përgatitur zgjedhjet normale në vend.